Edi dhe Ada u kapën matjas për puthën dhe si rrjedhoi u përjashtuan nga programi i dashurisë. Lajmin e bëri fillimisht të ditur Edi, ndërsa ditën e djeshme dhe vetë produksioni i për puthën. Ndryshe nga Edi, që reagoi, Ada ka qëndruar e heshtër. Ajo ka publikuar në rrjetet sociale video duke shjuar jetën e natës dhe duke lënë të kuptohet që nuk janë ndjenë për përjashtimin. Kujtojmë që sipas Edit ka qenë Ridvana ajo që ka dërguar fotot e tyre te produksioni.